Të nderuar besimtarë dhe besimtare, prej mësimeve, dobive, përfitimeve të surës An-Nas është se së pari kjo sure na mëson cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala, disa prej cilësive të tij dhe atributeve të tij xhalla wa ala. Sikur se thuhet në fillim të surës, Qul a'udhu bi rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Pra se Allahu është Zoti, është krijuesi i gjithçkaje, është sundimtari i gjithçkaje. Dhe po kështu është ai i cili meriton adhurimin subhanahu wa ta'ala. Po kështu prej mësimeve, përfitimeve të surës An-Nas është se kjo sure është shumë e pëlqyer të lexohet në raste të ndryshme. Si për shembull të lexohet 3 herë në mëngjes dhe në mbrëmje, pra në dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Dhikri i mëngjesit i cili fillon pas namazit sabahut apo me hyrjen e sabahut, dhe po kështu dhikri i mbrëmjes i cili bëhet pas namazit të ikindis. Po kështu kjo sure së bashku me surën El-Falaq dhe surën El-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, lexohen përpara i gjumit të natës. Po kështu ato shërbejnë si rukje për të smurin, qofshin smundjet e zakonshme apo smundjet e mësyshit, të prekjes, të magjisë dhe gjithçka tjetër.